Territori shqiptar për datën 5 tetor do të jetë në ndikimin e masave ajrore, relativisht të paqëndrueshme duke sjellë mot me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shoqëruara nga reshjet e her pas hershme shiu. Më të pranishme në zonat malore verilindore dhe juglindore. Ultësira perëndimore pritet të ketë mot më të qëndrueshëm me intervale më të gjata kthjellimi. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 5 deri në 6 orë diell. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond. Në Bregdet her pas here mund të arrijë deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 5 tetor 2025 pritet të jetë mesatar 3 deri në 4. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 5 tetor do të jetë rreth orës 06:35 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 17 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi 6 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 17 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 16 gradë Celsius. Berat 8 deri në 17 gradë Celsius. Korç 6 deri në 12 gradë Celsius. Vlorë 11 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër 8 deri në 15 gradë Celsius. Sarandë 11 deri në 16 gradë Celsius.